Dy shtetat shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar janë ekstraduar drejt Shqipërisë nga Gjermania dhe Italia, fal bashkëpunimit të drejtorisë së Interpolit me autoritetet homologe të këtyre vendeve. Nga Gjermania u ekstradua 18-vjeçari Flavio Mërkuri, banues në Tiranë, i dënuar nga gjykata e Tiranës me 2 vjet e 6 muaj burg për veprën penale vjedhja me dhunë, mbetur në tentativë dhe kryer në bashkëpunim. I riu së bashku me vëllain e tij dhe 2 të mitur të tjerë kishte tentuar të grabiste një tjetër të mitur, duke kërcënuar me thik për t'i marrë parat. Ndërkohë nga Italia u ekstradua Ilian Doka, 50 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar ndaj të cilit gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishte lëshuar masën e sigurisë arrest në burg. Doka akuzohet për disa vepra penale të rënda, përfshirë pastrimi i produkteve të veprës penale kryer në formën e një grupi të strukturuar kriminal, si dhe grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Të dy shtetasit janë tashmë në dispozicion të autoriteteve gjyqësore shqiptare, ku do të vijojnë procedurat përkatëse ligjore.